Zonja e zotrinj, ju përshëndes nga lajmet e orës 15 këtu në Report Televizion. Unë jam Arlind Isa, do t'jemi bashkë për gjatë kësaj hapësirë informative. Shohim titujt kryesor. Shqipëria është pararoje vendeve të Ballkanit në procesin e integrimit në Parlamentin Evropian, objektivin për mbylljen e negociatave brenda 2027 se përshëndet dhe e shikon të realizueshëm. Në raportin për Shqipërinë, eurodeputetët bëjnë thirrje për reformat, ndërsa klimën politike e shohin të polarizuar. Në 4 kuti të hapura në Vlorë, fletët e papërdorura që Partia Demokratike pretendoi se u përdorën për trenin bullgar u gjetën brenda tyre. Edhe pse kjo alibi ra, sërish opozita kërkoi të verifikohen mbi 200 kuti votimi ku numëruesit nuk kanë shënuar fletët e papërdorura. Për herë të parë, para gjykatës posaçme, Artan Tafani, i penduar i drejtësisë, tregoi edhe për togat e zeza 17 ngjarje kriminale me grupin e Laert Haxhiut. Tafani tregoi njohjen me bosin e grupit dhe se si porositeshin vrasjet apo krimet e tjera. Për herë të parë në Tiranë u zbuluan 2 fabrika të prodhimit të veshjeve me marka të falsifikuara. Në tregjet vendet mallra të tilla shiten lirshëm. Qytetarët shpesh bien pre e mashtrimit duke paguar për produkte që duken si origjinale, por në të vërtetë ato janë imitime. Familjet shqiptare po paguajnë 2 herë më shumë se qytetarët e vendeve të Bashkimit Evropian për ushqimet. Një studim zbulon se të njëjtat produkte të tregtuara nga të njëjtat kompani në Shqipëri shiten 100 deri në 147% më shtrenjtë se në Bashkimin Evropian. Britania konfirmohet si një nga mbështetëset më të mëdha të Ukrainës. Qeveria e Keir Starmer vendos ta furnizojë ushtrinë e Kievit me 100.000 drone lufte brenda prillit të vitit 2026. Paketa e droneve ka një vlerë prej 350 milion poundësh. 3 ditë nga përballja me Serbinë, lojtarët kuqezi premtojnë të japin maksimumin për ta fituar sfidën. Sot është afati i fundit për kthimin e përgjigjeve për aplikuesit për bileta. Nis shitja në tregun e zi ku bileta për në tribunën VIP shkon deri në 1.500 euro.